Kur t'i shohësh këta bidaxhit e kësaj kohe, edhe sidomos të vendeve tona, pretendojnë se flasin kundër batilit. Mirëpo nëse i pyet xhamatin e tyre, çfarë di prej sekteve, edhe nëse i sheh hoxhallarët e tyre, për kënd flasin edhe në mësime, për cilin grup, më thënë flasin, ata nuk din tjetër emër përveç se Rabiovca. Më thënë vetëm njerëz të sunetit i kundërshtojnë dhe i refuzojnë. Edhe kjo pse? Për shkak se nuk pajtohen me bidatin e tyre. Nuk pajtohen njerëz të sunetit me bidatin e tyre. Dhe kjo ka qenë gjithmonë të njerëz të batilit. Pra murxhiet i kanë quajtur njerëz të sunetit Khawarij. Khawarij i kanë quajtur njerëz të sunetit murxhie. Edhe kështu secili grupacion i kanë quajtur hashawije edhe emra të tjerë. Do thot vetëm për t'i larguar njerëzit, umetin, do të thënë muslimanët, t'i largojnë nga njerëz të sunetit, pasuesit dhe bartësit e menhexhit selefi. Edhe prandaj në vendet tona, në këtë kohë, nëse i pyet muslimanët e gjorë, do të thënë që nuk kanë shumë dituri, çka kanë mësuar prej hoxhallarëve të tyre nga kjo që tham, për rëndësinë e refuzimit të bidatit. A flisni ndonjëherë për grupacione? Thonë po. Çka di prej grupacioneve? Rabiovcat. Nuk i di ata që i mohojnë cilësitë. Nuk i di ata që adhurojnë të tjerë përveç Allahut. Nuk i di grupacionet që u luten varreve, ose mbartin hajmali, ose bëjnë tavaf rreth varreve, kërkojnë nevojat e tyre prej varreve. Nuk din se ekziston në Islam ndonjë argument që ndalon të falesh në xhami me varre. Do të thënë nuk e din musliman se ka argumentet prera në Kur'an dhe në Sunet që ndalojnë namazin në xhami me varre, edhe ndalojnë ekzistimin e varreve në xhami. Nuk e din se ka njerëz të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut. Nuk e din se ka njerëz të cilët i shajnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kështu me radhë. Tjera, do të thënë asgjë nuk din për këtyre.